Atëherë që dy të tregoj këtë lulen kaq të bukur që më ka çelur për herë të parë te kjo. Nuk e di si mund t'i thonë kësaj. Danika, gjëmba nuk e di. Po gjithë are deri kështu jeshile, jo. Ka çelur lule. Është një lule që varet kështu poshtë. Po doni e ngrini edhe lart edhe po. Ja dhe kjo tjetra. Sa shumë ka çelur kjo. Arsha se i kam për herë të parë që po më çelin. Ja dhe këtu. Edhe akoma ka gonxhe. Kam 3 vjet që e kam mbjellur këtë, edhe si vjet më kanë çelur. Si duket pas kanë kohën tash në maj që çelin këto. Ja, kam mbjellur edhe këtu prap. Prap edhe këtu ka një gonxhe. Kurse kjo është nga ajo lulja, edhe kjo varet poshtë, kjo quhet nuk është e quhet tapeti luleve. Tu ka majdanozin. Majdanoz, kjo është ashtu i bardhë që një lule të bardhë. Kto janë nga këto lulet kështu. Edhe këto nuk ja di emrin se si e kanë, por çelin këtë lulen e vet, si sa bukur. Edhe këto e kanë kohën tani në maj që çelin. Kjo i themi lule zjarri. Edhe kjo doni, po fillon dhe po çel edhe kjo. Edhe këto lulet e tjera, prap. Kam edhe rumbullake kështu si konekture. Kam edhe me gjethe. Atëre kjo këtu është akacie. Është ajo pema që bën ato lulet e bardha si vilerushi. Kjo. Kam dhe një nga këto. Këtë akacien e kam mbjellur. Këtë lulen tjetër që mbjidhesh në përvazdo në për dyqane. Te e kam mbjellur burri. Edhe pozimi se cilat të qëndrojnë në një vend. Kështu. Tani, këtu është nenegjike ose dhiozmo. Edhe këtë lulen e mbolla vjet, por ma tha utimi dhe tani ka filluar të çeli. Edhe këtu kam mbjellur prap nga këtë. Se i kanë kutur vite keq edhe poshtë edhe i mbolla prap këto në vazo. Edhe këtë që quhet tapeti luleve, edhe kjo bushet me lule të vogla me roz. Kjo është një mëllag e kuqe. Edhe kjo lulja më prisha isha shumë të bukur në dimër, por kjo do dritë edhe të vadite dyrë njam. Edhe kjo është një mëllag roz e hapur. Tu kam mbjellur një fikus, madha kunata një deg. E tu prap kam kësa gjëmba të vogla që mos jetë poshtë. I kam mbjellur i kam futur më këto kutijat e vogla këtu. Këtë e kam marrë në Greqi. Kam marrë dhe një tjetër këtu në Greqi, i kam mbjellur. Po të shkojmë tani se sa do më zënë. Edhe thash, se mos ja u tregoja dhe juve këto lulet. Pa që këta. Mos. Ja dhe këtu prap kam lulen e zjarit. Ja qa lule shka kjo që i thonë tapeti luleve i ka në këtë mëndu. Edhe këta e preva vjet në dimër se mua shu mu tha. Edhe kjo lule zjarit, prap dhe këtu kam në energjik. Edhe këtu kësham mbjellur një kështu aloe vera dhe mu prish, po kam mbjellur një rënjë të re. Edhe kam kurse këto janë ato lule sezonale, më ishin tharë fare, po tani që duket paskaron fare dhe paskan dalë këtu. Ja dhe kjo prap, që është nga jo lulja kështu, që është edhe rumbullake dhe shqipet ashtu që këto nuk i gjenë gjë dimri. Ja dhe këtë e kam mbjellur. Edhe kjo prap është një pemë, por se maj mos qa pemë është, se ka këtu dhe ne ka shumë shuna në pema dushkë, akacie, gjëra. Ky është nenexiku. Pra këto ishin ato lule që doja t'ja tregoja.